Eko Podcast. Të mbetesh e vetme kur ke për të rritur fëmijët e tu, nuk është vetëm një humbje, por është një betejë, është një sakrificë për një nën që çdo ditë kjo sakrificë kthehet në instinkt. Pavarësisht humbjes së bashkëshortit që ajo mund të ketë, qëllimi i saj në jetë do jetë gjithmonë që të shikojë vetëm për të mirën e fëmijëve, edhe pse mund të ketë shumë boshllëqe në jetën e saj. Unë sot këtu kam nderin të kem një zonjë grua, Engeleda Sherifin. Unë falenderoj shumë që je në podcast dhe që ke vendosur që të ndajmë së bashku sot të gjithë misionin tënd si nën që pas humbjes së Tanit. Faleminderit për ftesën. Është një temë sa interesante, aq edhe problematike, e ndjerë, e vështirë, e bukur njëkohësisht, sepse jeta që kam pasur me Tanin si bashkëshort, si baba, si krye familjar, ka qenë gjithmonë një sfidë, por ama duke qenë dashuria në mes, diçka është më e thjeshtë, më e bukur, sepse jeta martësore kuptohet, siç e dinë gjithë, ka sfidat e veta, por dashuria kanë që më bizotëron dhe triumfon mbi gjithçka. Kleda, si ndryshoi jeta jote pas humbjes së Tanit? Kush ishte ajo çfarë ti ndjeve më tepër si përgjegjësi më të madhe për të mbajtur familjen dhe për të qëndruar pranë fëmijëve të tu, duke bërë tashmë edhe rolin e Tanit edhe atë të nënës? Sfida kryesore ishte që të gjithë hidhurimin tim nuk duhet t'ia transmetoja fëmijëve. Ato ishin djem, ishin 24, 22, 10 vjeç, dhe megjithëse presupozohet që 2 djemt e mëdhenj ishin të rritur, përsëri askush nuk ishte përgatitur për humbjen. Megjithëse ai vuajti dhe pritej që të ndodhte fatkeqësia, përsëri njeriu shpreson në mrekulli. Sfida më e madhe ishte kjo. Si ka ndryshuar realiteti juaj familjar, duke qenë se mbështetja financiare tashmë është një nuks? Është kuptohet, mbështetja financiare përgjysmohet, automatikisht bile përgjysmohet i bie pak, sepse siç dihet peshën kryesore në familje nga ana ekonomike e mban bashkëshorti, dashur pa dashur. Kështu që ajo fjala e popullit që thon kur të vdes nëna mbetesh jetim, kur të vdes babai mbetesh fukara, ka pak vend, me thënë, nuk është e thënë kështu kot. Kleda, ti je mësuese. Po. A është e mjaftueshme paga një mësuesi që të mund të përballojë të gjitha shpenzimet dhe nevojat ekonomike që i duan tashmë një familje prej 4 anëtarësh, duke pasur parasysh 2 djem të mëdhenj, mund të kenë pasur më tepër nevojë për mbështetje financiare, por njëkohësisht edhe i vogli ka nevojë sepse ai është 13 vjeç sot, dhe ti mendon shumë për ta angazhuar në kursa të ndryshme, që të mos u lësh për të ardhmen, për të mos i lënë asgjë mangut. Sa e përballueshme është me pagën e mësuesit? Tani, e përballueshme vetëm me një pagë është e pamundur, kështu që të gjithë jemi të detyruar të bëjmë 2 punë, 3 punë, punojmë njëkohësisht në shtet, në privat. 2 punësimi është kështu i pa evitueshëm, domethënë. Kështu që jemi të detyruar. Standardi i jetesës, megjithëse bashkëshorti humbi, standardi i jetesës është i vështirë të ulet. Gjithashtu se nuk janë vetëm kurset, është ushqimi i përditshëm që është goxha i shtrenjtë. Janë të gjitha gjërat e tjera, se dhe çunat e mëdhenj, megjithëse ishin të mëdhenj, nuk ishin mbaruar akoma shkollën, ndërkohë i madhi ishte duke ndjekur një master shkencor tek epoka, i dyti si ishte diplomuar akoma, ishin vitet e fundit të diplomimit, ndodheshe njëkohësisht me 3 fëmijë në shkollë. Tani që nuk është Tani, si është menaxhimi i planeve, i vendimeve që merrin në familje bashkë me fëmijët? A ka ndikuar mungesa e babait tek mënyra se si marrin vendimet sot fëmijët e tu? Të marrja e vendimeve të rëndësishme që praktikisht i merr me bashkëshortin,
dhe nuk i merr me fëmijët, është ndjehet jashtëmase, janë vendime shumë të vështira, sepse fëmijët, sido që tjetë, pavarësisht se janë të rritur, pavarësisht se duket sikur u rritën, u bën burra, fëmijët e sotëm nuk janë aq si dikur që një djalë 27 vjeç kishte karakterin e kishte burrit. një karakter tjetër. Ato janë shumë serioz, janë shumë përgjithshëm dhe pa diskutim që janë të ndjeshëm dhe më thonë, mami, si të duash ti? Si të duash ti? Po dhe kjo është shumë e vështirë. Sepse si të duash ti, ti po përsëri vetëm je për të marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Do blehet diçka e rëndësishme, do blehet një makinë, apo do blehet një shtëpi, apo do bëhet apo jo një dasëm. Janë gjëra që ti nuk ke me kë i merr atë vendim. A ka ndryshuar mënyra se si të shikon shoqëria pas humbjes së tanit? Domethënë, ka ndryshuar këndvështrimi dhe mënyra se si të shikojnë ata sot? Po, besoj ka ndryshuar, sepse nëse më përpara më shikonin të qeshur, të lumtur, tani her pas here kur dikush më pyet si je, është një pyetje që varet se si përgjigjesh ti në moment. Ka momente që thjesht një pyetje si je dhe ti shpërthen në vaj. Ajo keqardhja është normale, ama thjesht atë faktin që të më shikojnë si qyqare, unë nuk e duroj dot. Ndoshta kjo është dhe një arsye që punoj shumë, punoj fort, që edhe ekonomikisht mos t'i mungoj gjë familjes. Mes gjithë përgjegjësive të pafundme që ke si nën, ka mbetur ndonjë hapësirë që ja dedikon Nkelejdes që ta ketë vetëm për veten e saj? Po, atëre, që unë t'jem të themi një krye familjare e mirë, jam e detyruar që duhet të merrem shumë me veten, sidomos me shëndetin mendor. Të tash, sfida ime kryesore ishte që shita të dhimbje mos ja transmetoja fëmijëve, dhe është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe po, përpiqem sepse unë duhet jem mirë, sidomos për të voglin, sepse ai më bimset më shumë, ati mungon më tepër nga gjithë. Ku ti kërkon mbështetje emocionale në rast se kur ndihesh keq në shtëpi? E ndan këtë me fëmijët? A të ngushëllojnë? Dhe cila është mënyra se si ata ngushëllojnë? Domethënë e kapin këtë detaj të këtij? Çuditërisht ata janë shumë të ndjeshëm dhe kuptojnë direkt atë momentin kur unë nuk jam mirë, po më kanë ndihmuar shumë vllai i Anit, shoqet e mia, që unë spaku atë mërzitjen e madhe kur unë ndjehem shumë keq, domethënë mjafton të telefonoj atyre dhe dal me ato. Pra je bekuar me një rrjet shoqëror? Po. Që gjithmonë ke ku ndan. Po. Kjo është bekim i madh. Po unë po të them që ke bekimin e madh që ke edhe 3 princëve, domethënë 3 djem fantastik. Domosdoshmërisht janë fëmijët e Tanit dhe të Nkelejdes, kështu që s'kan se si të mos jenë të tillë. E di si i thoja Tanit dikur shumë e çuditshme. I thoja që unë, edhe sikur mos t'jenë fëmijët e mi, unë i du jashtëmase këto se këto janë çunat e tu, me fjalë. Ama bonte më mos ja fut kot se do t'i doje. Këto betohemi, thosha do t'i doja buk që t'jenë fëmijët e tu dhe do t'i doja po kaq shumë, po një lloj do t'i doja. Ky është niveli më i lartë i shprehjes së dashurisë që mund të bëjë një grua bashkëshorti. Klejta, çfarë të tre më tepër për të ardhmen e fëmijëve? Kush është pengu më i madh që mund ta kesh tani që është në mungesë të Tanit? Çfarë mendon se do ju mungojë atyre? A është diçka që ti mund t'ua përmbushësh? Atëre, pengu dhe problemi im më i madh, domethënë pas humbjes së Tanit, është fakti që unë kam qenë dikur një person që kisha shumë perspektivë. Tani perspektiva ime ka ndryshuar komplet, kam frikë të mendoj vetë unë për të ardhmen. Kështu që kur vjen puna për të ardhmen e djemve, them inshallah kam fat, dash Zoti, Tani ka lënë një amanet atyre, i ka thënë dëgjojeni mamin, mami është e para tani edhe i ka thënë me mend në kokë. Klejta, çfarë ndryshon tek një grua kur humbet bashkëshortin e saj, në të gjithë qenien e saj, jo vetëm në aspektin e udhëheqjes për të qenë koka e familjes,
po në gjithçka. Qoftë edhe përballë shoqërisë, qoftë edhe përballë familjarëve. Përballë gjithçkaje ti tashmë je e vetme, ty të mungon mbështetja kryesore, të mungon jo vetëm fizikisht, metaforikisht, po të flasim si të duam, të mungon ai figura. Do me thënë të mungon çadra, të mungon shtylla e familjes, do me thënë është shumë e vështirë. Shumë e vështirë gjithçka, ti që kur zgjohesh në mëngjes, të duhet të dalësh, ti je vetëm, je pa atë, është shumë e vështirë. Ti jesh edhe nuk është zgjedhje. Është një gjë që të karon për pjesë, edhe si të themi, ndoshta një e divorcuar e ka më të lehtë nga ana emocionale, kurse një edhe është më e vështirë. Humb shumë, të humb shpirti, të humb vetja, të humb si e më është e pamundur të jesh i njëjti person, e pamundur. Ne ishim shumë shok, nuk ishim vetëm burrë e grua, ne jemi njoh. Unë kam qenë 17, ai 22, është një jetë e torë, do me thënë, sfidat e jetës janë të përditshme. Askush nuk e ka ato jetën fush me lule, sa do mirë ekonomikisht jetë, do me thënë, humbja bashkëshortit nuk sjell thjesht humbje ekonomike, sjell një humbje të jashtëzakonshme, do me thënë. Me të gjithë këtë dashurinë e madhe të tani që ke pasur në jetën tënde dhe që s'e ndan asnjë moment në çdo lloj komunikimi, qoftë kjo në tavolinë, në punë që ti je shpreh gjithmonë me mikeshat apo me miqtë e tu. Për çfarë je më tepër mirënjohëse tanit? Më shumë mirënjohëse jam për vlerën që ai më jep çdo ditë. Çdo ditë jetës time më ka thënë që je e mrekullueshme. Nuk ka pas ditë jetës që s'ma ka thënë. Dhe është një gjë që e ruaj kështu si thesar. Dhe them që u flet se tani s'do ta duronte që ti t'ishe kështu. E lëshuar mirënjohëse sepse kishte sy vetëm për mua, ishte shumë i përkushtuar, shumë i përgjegjshëm, shumë serioz dhe njëkohësisht me shumë humor. Shumë i përgjegjshëm dhe Tristan Sherifi është gjithashtu edhe një figurë e shquar dhe një vlerë e qytetit Durrësit. Dhe ai mori edhe çmimin mirënjohje qytetit të Durrësit. Su ndjeri ti këtë? Unë ndjeva do me thënë, unë ndjeva që ai e meritonte sepse ai e donte shumë Durrësin. Jashtë mase, do me thënë, në varrimin e tij kanë ardhur mbi 1 njerëz, më ka ardhur gjithë Durrësi, më ka ardhur nga gjithë anët e Republikës, më kanë ardhur. Shokët e tij janë mban botës ku ishin, u nisën erdhën dhe kjo tregon thjesht vlerësimin që ato kishin për Tristanin, sepse Tristani tek e fundit nuk ishte ndonjë person që kishte një post të caktuar apo ishte një fiks, nuk ishte një person që kishte një post të caktuar, ai ishte një person i thjesht, bonte gjithçka, ishte për krah të gjithëve. Është bërë tashmë misioni jot prindër jo vetëm për fëmijët e tu, por edhe për prindërit e Tanit. Po. I ke këton si thua si amaneti Tanit. Do të nuk ka qenë nevoja të më lindë Tani amanet. Ne kemi jetuar gjithë jetën bashkë dhe unë ndjehem keq, do me thënë, nëse nuk e bëj një gjë si duhet ta bëj, siç mendojmë ne, për më të mirën. Nga të gjithë sfidat që ke, kush është një nga sfidat më të mëdha që është bërë në formë instinkti tashmë? Çdo ditë të re që vjen në jetën tënde, nga kjo përgjegjësia që ke dhe ndjen si nën, cila është ajo sfidë që është bërë tashmë një lloj instinkti dhe ti të kyt gjithmonë? Ajo sfida që është bërë si një lloj instinkti është ai fakti që ti ngrihesh, të duhet të marrësh vendimin dhe ti thua mos po e bëj keq, si do ta gjykojnë çunat, si do ta gjykojnë familjarët, si do ta gjykojnë të tjerët, sepse ne dashje pa dashje jemi pjesë e një komuniteti dhe sido
që të sillesh, sidos që të veprosh, një grup i caktuar do mendoj diçka, një grup tjetër do mendoj diçka, një grup tjetër do mendoj diçka. Megjithatë, domethënë, pra në një farë mënyrë i bie vendimarrja që ty të duhet të marrësh për çdo lloj gjëje, të shkthyer tashmë kjo në atë apo veproj mirë, si po veproj. Domethënë është si po e bëj, të bëj kështu, apo të bëj kështu, apo të bëj kështu. Po sigur dhe ti fillon i ndërthur ato rrugëzgjidhjet e mundshme, i ndërthur dhe ti përpiqesh gjesh alternativën më të mirë. Je bërë kështu si menaxher operacional. Po vetvetiu ti bëhesh ashtu. Po kam edhe ato aftësinë, si duket jeta më përballë me këto probleme dhe them çu klet edhe bëje, sepse po se bëre ti nuk ka kush ta bëj, domethënë. Në këtë moment të jetës që je ti, kush do ishte mbështetja më e madhe që të duaj tani? Mbështetje psikologjike dhe financiare. Këto të dyja besoj do ishin mbështetjet kryesore, po e para do ishte psikologjike dhe pastaj financiare. Sepse sido që të jetë njeriu kur është mirë psikologjikisht, i jep arsye dhe e rregullon anën ekonomike. Po nëse nuk do ishte mirë psikologjikisht, është shumë e vështirë. E ke kërkuar ti këtë ndihmën psikologjike? Ke patur nevojë dhe e ke gjetur si mbështetje? E kam pasur se për fat mirë shoqja ime ngushtë është psikologe, e kam pasur gratis. Sa mirë. E kam pasur gratis. Shoqja, familja, edhe familja më ka qëndruar shumë pranë. Cili do ishte një mesazh që ti do t'ju jepje gjithë atyre familjarëve, të cilët kanë humbur djemt e tyre, dhe mesazhi që do t'i ishte për nënat e këtyre fëmijëve që kanë ngelur tashmë vetëm? Atëherë këtyre familjeve që kanë humbur djemt e tyre, do t'i thoja që këto nuse, këto bashkëshorte që janë në momentin më të vështirë të jetës tyre, ti trajtojnë domethënë si bijat e tyre, sepse ishin pikërisht këto që i bën ata burra, i bën dhundur, i bën baballar, i bën të ndëruar në gjithë fisin apo vendin apo gjithë personat që i njohim, ato do të çojnë përpara pikërisht adonon e këtyre familjeve. Domethënë do vazhdoj të transmetojnë gjithçka. Dhe unë nuk do t'i ishe si presë këtij mesazhi tënd sot, dhe të falenderoj shumë që ishe vendave me ne historinë tënde. Faleminderit juve për gjithçka. Ishte një intervistë jo e zakonshme.